thirr në udhën në rrugën e Zotit tënd me urtësi dhe predikim të mirë. E meqense adhurimet tona shtohen në këtë muaj, në muajin e bereqetshëm, sigurisht që pra duke u shtuar adhurimet shtohet dhe shpërblimi ynë për çdo punë, sigurisht që dhe shpërblimi për thirrjen tonë në këtë muaj është dhe më i madh. Është dhe më i madh. Ne shikojmë se si zemrat afrohen më tepër në këtë muaj. Njerëzit afrohen tek Zoti i tyre në këtë muaj madhështor. Njerëzit afrohen nëpër xhamia. Njerëzit pyesin, njerëzit interesohen. Madje edhe ata që janë larg xhamive, madje edhe jo besimtarët shpeshherë na thonë që ju muslimanët agjironi tani në këtë muaj. Pra ata e dinë. Të gjithë e dinë që tashmë është muaji i Ramazanit. Madje edhe jo besimtarët e dinë mirësinë e këtij muaji. E dinë mirësinë e natës së Qadrit. Kështu që edhe thirrja jonë, ftesa jonë në këtë fe është si për ata që janë larg xhamive dhe për besimtarët që janë dhe frekuentojnë xhamit shteti Allahut subhanahu wa ta'ala. Ndaj ajo që mendojnë disa besimtarë se punët e mira apo adhurimet janë të kufizuara në disa punë të caktuara, sikurse është namazi, agjerimi, leximi i Kuranit, dhikri, duaja e tjerë, kjo nuk është e vërtetë. Sepse prej adhurimeve madhështore dhe punëve të mira është thirrja në fenë Allahut subhanahu wa ta'ala.